Rritja e çmimeve të naftës në nivelet më të larta të 4 viteve të fundit po paralajmëron pasoja të rënda për ekonominë globale dhe për konsumatorët në mbar botën. Sipas Dimitri Zhdanikov, ekspert i energjisë, çmimi i naftës ka kaluar mbi $125 për fuqi, duke ju afruar niveleve rekord të vitit 2008. Ai thekson se kjo situatë është pasojë direkte e luftës në Iran dhe tensioneve të vazhdueshme në rajon. Një nga faktorët kryesor është mbyllja e ngushticës së Hormuzit, një rrugë etike për transportin e rreth 20% të furnizimeve globale të naftës dhe gazit. Kjo ka krijuar një krizë furnizimi dhe ka shtyrë çmimet në rritje të shpejtë. Ekspertët paralajmërojnë se ndikimi nuk do të kufizohet vetëm te karburantet. Rritja e kostos së naftës do të reflektohet në çdo aspekt të jetës së përditshme, nga transporti dhe fluturimet ajrore deri te ushqimet dhe produktet bazë. Zhdanikov thekson se çmimet e karburantit për avionët pritet të rritë ndjeshëm, duke çuar në më pak fluturime dhe anulime gjatë sezonit verior. Po ashtu, rritja e çmimit të naftës do të ndikojë në transportin rrugor dhe detar, duke bërë që çdo produkt, nga patatet deri te mobiljet, të kushtojë më shumë. Një tjetër efekt zinxhir lidhet me rritjen e çmimeve të plerave kimike, çka pritet të rrisë edhe kostën e prodhimit të ushqimit në mbar botën. Ndërkohë, tensionet mbeten të larta, pasi Irani ka paralajmëruar se do të reagojë ashpër ndaj çdo sulmi të ri amerikan, ndërsa përpjekjet për zgjidhje diplomatike kanë ngecur. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata nuk stabilizohet shpejt, bota mund të përballet me një val të re inflacioni dhe një ngandalësim të ndjeshëm ekonomik në muajt në vijim.